Televizioni Klan zbardh gabimet në përkthimin e ligjit vettingut nga misioni Euralius. Ngrihen dyshime për ndryshimet qëllimshme për të manipuluar Komisionin e Venecias, një akt ky që turpëron Shqipërinë para syve të Europës. Kryeministri Rama e quan antishqiptar qëndrimin e Partisë Demokratike për ligjin e vettingut. Ish kryeministri Berisha thotë se arsyet e bllokimit gjenden tek prishja e konsensusit politik, krimi dhe kanabisi. Veç 6 deputetëve të majorancës edhe kryetari Komisionit Ekonomisë është pro lojrave të fatit. Televizioni Klan siguron një dokument që fakton se Erion Braçe ka kërkuar argumente për të justifikuar shtyrjen e ligjit. Televizioni Klan siguron pamjet e aksidentit tragjik që i mori jetën këngëtarit 22 vjeçar Ergidini dhe shokut e tij Keidi Alili. Aty duket se si shkak për aksidentin u bë tentativa për të ngritur rrotën e parë të motorit që rezultoi fatale. Ndërpritet në minutën e 65 të derbi kryeqytetit Tirana-Partizani. Shkak është bërë ndërprerja e energjisë elektrike në stadium. Rezultati është i barabartë 0-0. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirëseardhët këtu në televizionin Klan, ku në këto qaste ne po nisim edicionin e lajmeve të orës 19:30. Televizioni Klan zbardh gabimet në përkthimin e ligjit të vettingut nga misioni Euralius, të cilat u konstatuan nga Partia Demokratike. Sipas opozitës, këto gabime, të cilat nuk dihen janë të qëllimshme ose jo, ndryshojnë tërësisht thelbin e ligjit. Gabime ka dhe në variantin e kushtetutës të përkthyer gjithashtu në anglisht. Euralius nuk ka ndryshuar vetëm përmbajtjen e ligjit të vettingut në variantin anglisht, por edhe atë të ndryshimeve kushtetuese të 21 korrikut. Televizioni Klan ka siguruar ndryshimet e dy varianteve që u konstatuan nga Partia Demokratike. Në nenin B të kushtetutës në variantin shqip thuhet se operacioni ndërkombëtar i monitorimit i jep rekomandime kuvendit lidhur me kualifikimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për pozicionin e antarit të komisionit, gjyqtarit të kolegjit të apelimit dhe komisionerit publik. Në variantin anglisht e Euralius i shtohet pjesa sipas atyre që parashikon ligji, por kjo shtesë e shtuar në kushtetutën anglisht të publikuar në faqen zyrtare të Komisionit të Venecias, sipas opozitës i jep një kuptim tjetër nenit. Në nenin C në variantin shqip thuhet se komisioni dhe kolegji i apelimit publikojnë vendimet e tyre si dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm të marrë nga publiku. Në versionin anglisht thuhet se informacionet e nevojshme të marra nga publiku mund të merren në konsiderat. Në ligjin e shumë diskutuar të vettingut në nenin 8 në variantin shqip thuhet se lista për votim përmban kandidatë të cilët plotësojnë kriteret formale, përveç atyre që nuk janë rekomanduar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Në variantin anglisht e Euralius thuhet përveç atyre që janë rekomanduar. Pra është hequr fjala nuk, çka i jep tjetërsisht tjetër kuptim këtij neni. Në nenin 33 në lidhje me hetimin e pasurisë thuhet se ILDKPI mund të kërkojë nëpërmjet drejtorisë së përgjithshme të parandalimit të pastrimit të parave ose Ministrisë së Drejtësisë dokumente që përdoren jashtë shtetit nga subjektet e rivlerësimit dhe personat e lidhur me ta. Në variantin anglisht kjo fjali është hequr. Në nenin 49 procesi penal shndërrohet në proces rivlerësimi, për sa i përket deklaratës së dhënë nga dëshmitari apo eksperti. Në 14 nene të vettingut dhe 3 nene të kushtetutës, sipas opozitës, ka ndryshime thelbësore që tjetërsojnë kuptimin dhe veprimin e ligjit. Për këtë arsye, opozita ju drejtua gjykatës kushtetuese për ta ripërkthyer ligjin dhe për t'ia dërguar sërish Komisionit të Venecias. Me gabimet në përkthim, Euralius ka turpruar Shqipërinë para Bashkimit Evropian dhe Komisionit Venecias, ndërkohë ekspertët jurisprudencës shprehen se përkthimi është bërë gabim në mënyrë të qëllimshme për të manipuluar Komisionin e Venecias. Euralius turpëron Shqipërinë përpara Europës. Tashmë është provuar zyrtarisht se misioni që asiston vendin tonë në konsolidimin e sistemit të drejtësisë është autori i përkthimit të gabuar të ligjit të vettingut, që i është dërguar Komisionit të Venecias nga gjykata kushtetuese. Kryetari i gjykatës Bashkim Dedja e ka konfirmuar këtë fakt, ashtu si edhe ekzistencën e pasaktësive në variantin anglisht të ligjit. Për këtë arsye, gjykata kushtetuese e vënë në dieni nga opozita që pretendon se varianti në anglisht rrëzon të gjithë thelbin e ligjit, u detyrua ta përkthente me ekspertë të tjerë vettingun dhe t'ia dërgonte sërish Venecias një ditë më parë. Nuk dihet ende nëse gabimet në përkthim janë bërë me dashje apo kjo është pasojë e paaftësisë së ekspertëve të Euralius. Por ekspertë të njohur të jurisprudencës dyshojnë se përkthimi i gabuar ka qenë i qëllimshëm.
Kjo për faktin se Euralius është hartuesi i ligjit të vettingut dhe mbështetës i fortë i tij, dhe sipas ekspertëve me tjetërsimin e tekstit në anglisht, ky mision ka synuar që të marrë një përgjigje pozitive nga Komisioni i Venecias, duke manipuluar këtë institucion me reputacion ndërkombëtar. Kjo tentativë është një akt i rëndë dhe i paprecedent në historinë e Shqipërisë. Në këtë mënyrë, Euralius i ftuar të ndihmojë në reformimin e sistemit të drejtësisë, në vend që ta përmirësojë, e ka nxjerrë imazhin e Shqipërisë, duke e turpëruar si para Komisionit të Venecias, ashtu edhe në sytë e Bashkimit Evropian. Mirë, është momentit ndalemi tani në sallën e parlamentit ku kryeministri Rama dhe ish kryeministri Sali Berisha kanë replikuar jo vetëm për ligjin e vettingut, por dhe për projekt buxhetin e vitit 2017. Akta antikombëtar e cilësoi kryeministri Rama bllokimin që sipas tij opozita po i bën reformës në drejtësi përmes ligjit të vettingut. Që ju nuk e doni vettingun, kjo nuk diskutohet. Por që do arrinit në pikën që thoshit fajin e ka përkthyesi, kjo është një gjë që ka tejkaluar të gjitha parashikimet. Kjo që bëni me reformën drejtësi është thelbësisht antishqiptare. Ju nuk e ndaloni dot. Thjesht ju do avononi dhe do ta paguani si frëngu pulën vonesën në zgjedhjet e ardhshme. Në kundërpërgjigje ish kryeministri Berisha tha se pas bllokimit të hapjes së negociatave qëndrojnë disa kushte të vendosura nga partnerët ndërkombëtar. Shkaku më themelor që ta di ju është varrosja e konsensusit nga Edi Rama. Arsyeja e dytë e madhe, ja u them unë, është krimi. Po zgjedhjet janë kusht, nuk ka integrim me Edi Ramën. Rama e Berisha shkëmbyen replika edhe për projekt buxhetin e vitit 2017. Ndryshe nga kryeministri që e cilësoi rezultat të përpjekjeve dhe reformave të mëdha të qeverisë. Berisha tha se ky është buxheti i mashtrimeve dhe rrënimit për shqiptarët. Një ndër treguesit më kumtiplot kësaj arritje është spostimi i $100 milion nga arka e shtetit në arkën e familjeve, të punonjësve të këtij shteti dhe të pensionistëve. Nastradini deklaroi këtu se po rrisim rrogat me $100 milion. Pançoja i Nastradinit ka deklaruar me 10 herë se janë 7 miliard lek. Pra diferenca është rreth $40 milion. Në 8 vjetët e qeverisë shkuar, u spostuan nga arka e shtetit në arkën e familjeve, përmes rritjes rrogave të pensioneve, $124 milion gjithsej. Janë vendosur në fondin e rrogave dhe pensioneve $634 milion. Gjatë diskutimeve në parlament për projekt buxhetin, kryeministri Rama dhe ish kreu i qeverisë Berisha shkëmbyen replika edhe për investimet në infrastrukturë e shëndetësi. Do të mbetemi përsëri në sallën e parlamentit për të ndjekur së bashku replikat që ka patur lidhur me projekt buxhetin e vitit 2017 midis ministrit Ametaj dhe ish ministrit Bode. Gjetëm një borxh publik 70.4% të prodhimit të brendshëm bruto. E di që u del në ëndër, si fantazm qeveria e mbarshme. Sepse ka disa arritje që kjo qeveri nuk mundi do t'i afrohet, as t'i prafrohet kur. Na sulmuat për 1000 dacka, të cilat po ju kthehen grushta në kokën tuaj. Pothuajse të gjitha ato që gjejnë financim në buxhetin e 2017-s janë reformat, të cilat nuk janë prekur në vite. A e kuptoni që ju i keni terror, i keni arktuar, i keni marrë në formën e taksave gjithë prodhimin e brendshëm bruto të vendit. Por rrit pagat e pensionet me një shumë rekord në 25 vite, $100 milion që nuk ka ndodhur asnjëherë. Mundoj të fshi pas pensioneve të grupeve të veçanta se i pas ke zgjidhur një grup pensionistës apo një grup tjetër, dhe haron që pjesën ndërmuese 640.000 pensionistët i ke lënë tërësisht të ekspozuar përballë rritjes çmimeve. Ecim me të tjera informacione, edhe deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe është shprehur pro mos zbatimit të ligjit të ri për lojrat e fatit. Firma e kryetarit të Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe nuk është në kërkesën e 6 deputetëve të mazhorancës për shtyrjen e ligjit të lojrave të fatit, por disa dokumenta të siguruara nga televizioni Klan provojnë se ai ka punuar në mbrojtje të lojrave të fatit, ashtu si 6 kolegët e tij. Me anë të këtij dokumenti, Braçe kërkon stafit të tij të punës të gjejnë argumentet se pse ligji nuk mund të hyjë në fuqi dhe të zbatohet që prej 31 dhjetorit të këtij viti
Këto janë 22 pikat me të cilat kreu i Komisionit të Ekonomisë do të mbrojë tezën se ligji nuk mund të veprojë në praktik pasi aktet nënligjore të tij nuk kanë dalë ende. Aty konstatohen vonesa në procedura nga më minimalet, deri edhe tek mënyra se si një kompani bastësh apo një kazino duhet të bëjë aplikimin për licencën e re që duhet të marrë në 1 janar të 2016-s. Kërkesa nga ana e Erion Braçës është bërë në ditët e fundit të muajit nëntor, menjëherë pas dorëzimit të amendamenteve nga grupi i deputetëve, ndërkohë që në 22 muaj nga miratimi i ligjit, nga ana e kryetarit të Komisionit të Ekonomisë nuk ka patur asnjë iniciativë për ta bërë të zbatueshëm ligjin e premtuar me forcë nga kryeministri Edi Rama. Të përgatiten për të mos fituar gjithë jetën me këtë aktivitet, sepse ky nuk është një aktivitet që do zgjasë gjithë jetën, sepse Shqipërisë ky aktivitet nuk i duhet. Pas arsyeve formale që ai kërkon të gjejë përse ligji s'mund të zbatohet, duket se fshin interesa të tjera që janë të lidhura me biznesin e lojrave të fatit. Një kamera sigurie ka regjistruar aksidentin fatal ku humbi jetën këngëtari Ergidini dhe shoku i tij Kejdi Halili. Në pamjet e siguruara nga televizioni Klan, shihet se shkak për këtë aksident është bërë tentativa për të ngritur rrotën e parë të motorit. Një kamera sigurie filmoi momentin e aksidentit tragjik të mbrëmjes së të hënës së 21 nëntorit ku humbën jetën Kejdi Halili, 21 vjeç, dhe miku i tij 22 vjeçar Ergidini, fituesi i X Factor Albania. Pamjet e siguruara nga televizioni Klan tregojnë çastin fatal. Ora shënon 21:15 minuta. Motori drejtuar nga Kejdi Halili vjen nga zona e ish-bllokut, nga rruga Ibrahim Rugova dhe hyn në Unaz në bulevardin Bajram Curi. Pasi bën 25 metra në Unaz duke kryer një manovër me motorin e ngritur në gomën e parë, 21 vjeçari Halili humb kontrollin. Motori godet fillimisht bordurën e trotuarit në krahun e djathtë pranë ambasadës ruse dhe më pas dy të rinj përplasen me një pemë pak metra nga njëri tjetri. Disa kalimtarë të rastit janë të parët që afrohen për të dhënë ndihmën e parë dy të rinjve që janë ende në jetë. Ata transportohen më pas për në spitalin ushtarak ku humbin jetën si pasojë e plagëve të marra në kokë nga përplasja me pemën dhe bordurën. Dy të rinjt ishin pa kask dhe pak metra larg vendit të aksidentit. Një patrull policie po i priste pasi ishte njoftuar se ata po bënin xhiro në zonën e ish-bllokut në shkelje të rregullave të qarkullimit. Prokurori i antimafjas Leçës Mota ishte sot në kryeqytet ku është takuar me kryeprokurorin Llalla dhe ministrin e Brendshëm Tahiri. Në Itali është kapur më shumë drogë kohët e fundit. Kjo ishte deklarata e Cataldo Mota, prokurorit të antimafjes së Leçës, pas takimit 2 orësh në prokurorinë e përgjithshme, përveç numrit 1 të akuzës Adriatik Llalla. Në takim morën pjesë edhe disa prokurorë të krimeve të rënda të cilët po hetojnë një sër dosjesh së trafikut të drogës drejt Italisë. Në konferencën për mediat, Mota tha se situata është e tillë që në këto momente duhet një bashkëpunim më i madh se më parë, ndërsa për çështje konkrete hetimore, si rasti i pilotit Guido Guidi, prokurori italian ka refuzuar të flasë. Jam i vjetër, por një gjë që besoj është bashkëpunimi. Kemi bërë një verifikim të hetimeve që i kemi të përbashkëta. Hetimet që po kryen janë për sasitë e drogës së kapura në brigjet italiane, por edhe dosje të tjera për të cilat nuk mund të flas. Situata është e tillë që duhet një bashkëpunim më i madh se më përpara. Drogë më shumë është kapur në Itali gjatë kësaj periudhe. Mota është pritur në një takim ditën e mërkurë edhe nga ministri i Brendshëm Sejmir Tahiri. Gjatë takimit u vlerësua bashkëpunimi i deritanishëm mes autoriteteve ligjzbatuese në të dy vendet, si dhe nevoja e zgjerimit dhe intensifikimit të këtij bashkëpunimi. Zhvendosemi në Itali, plot 800 kg marijuan janë sekuestruar sot nga agentët e drogës në veri të Italisë në disa operacione. Në pranga kanë rënë 4 shqiptarë të cilët ishin transportues të lëndës narkotike. 4 shqiptarë kanë përfunduar në pranga pas disa operacioneve të ndryshme të skuadrës antidrogës në Lecce, ku 800 kg marijuan është vënë në sekuestro. Në makinën e 2 shqiptarëve të arrestuar u gjet një sasi prej 70 kg marijuan, heroin dhe një kalashnikov, të fshehur në bagazhin e makinës me të cilën udhtonin. Policia italiane ka identifikuar 2 shqiptarët përkatësisht me inicialet VS dhe SN. Një tjetër shqiptar i cili ngiste një karrotrec u ndalua për kontroll nga i cili rezultoi se mbante me vete 130 kg marijuan.
100 kg të tjerë u zbuluan në një tjetër makinë e drejtuar nga një shqiptar 23 vjeçar me inicialet RS, i cili po ashtu vinte nga veriu i Italis. Së fundmi 500 kg marijuanë u zbuluan në një tjetër fshat të zonës. Vim në vend 190 kg kanabis u sekuestruan në një kamion në portin e Durrësit, ndërkohë në pranga është vënë një 33 vjeçar nga Shijaku. Pa kaluar ende një javë nga sekuestrimi i 700 kg kanabis në portin e Durrësit, një tjetër sasi prej rreth 200 kg është shkapur mbrëmjen e të mërkurës. Mënyra e trafikimit drejt Italis ka qenë e njëjta me anë të një kamioni. Droga ishte e ndarë në 158 pako dhe dyshemeja e kamionit ishte e modifikuar për të transportuar sasi të mëdha lëndë narkotike. Në pranga u vu drejtuesi i mjetit 33 vjeçari nga Shijaku Erblin Tuke. Policia ka patur informacione se në brendësitë e automjetit ka patur drogë dhe për këtë arsye mjeti është skanuar, duke konfirmuar dhe dyshimet e ngritura. Porti i Durrësit është pika kryesore ku trafikantët transportojnë kanabisin. Vetëm në harkun kohor të një javë është sekuestruar rreth 1 ton drogë. Në 2 operacionet e tjera të policisë Tiranës dhe asaj të Fierit u sekuestruan 114 kg kanabis. Në kryeqytet u arrestua 49 vjeçari Fatmir Halili me 50 kg lëndë narkotike, e cila ishte paketuar në disa thas, ndërsa gjatë paraditës policia e Fierit u vënë ndjekje të një 24 vjeçari që transportonte drogë me një automjet me targa maqedonase. Gjatë ndjekjes i riu ka përplasur automjetin në trafik ndarse në rreth rrotullimin e kolonjës në Lushnjë dhe është larguar me shpejtësi duke braktisur makinën. Policia gjeti në bagazhin e kësaj makine 64 kg kanabis sativa, ndërsa shpallin në kërkim 24 vjeçarin me banim në Maqedoni. Rikthehet krimin në familje, kështu në fshatin Driz të Kuçovës, një 57 vjeçar vrau me thikë bashkëshorten e tij pak pas mesnate. Një krim në familje tronditi mëngjesin e kësaj të njëjtit fshatin e vogël Driz të Kuçovës, ku një burr vrau me thikë gruan e tij. Majlinda Luzi, 49 vjeç, ndroi jetë në orët e para të mëngjesit pasi u godit disa herë me thikë në fyt nga bashkëshorti Ruzhi Luzi. Grindja mes çiftit Luzi mësohet se ka nisur në orët e vona të mbrëmjes së të mërkurës, ku bashkëshorti ishte kthyer në banesë. Kisha ardha aty, kisha grap bukë, kisha lart bukën e shtrur çojin të vali. I kisha marrë, kisha vënë në gjuhë. Mas asaj pastaj është bërë mohabet. Ai tha policisë se e kishte qelluar të shoqen pas një grindje për xhelozi mes tyre, por të afërmit e hedhin poshtë këtë version. Çfarë xhelozi erdhi jamon për koktime. Ka xhelozia jore. Dhe nuk e din gjë fare, se s'ka patur probleme ata, zërja, sherrë, shtëpi. 58 vjeçari u arrestua pak orë pas krimit në banesë, ku edhe pranoi autorsinë e ngjarjes. Policia e Durrësit ka vënë në pranga 2 persona të cilëve ju gjendë një lëndë shpërthyese, pra kallëp eksplozivi si dhe kapsola detonatore. Mësohet se këto do i shisnin, pra këta persona do t'ja shisnin lëndën shpërthyese një grupi kriminal. 2 persona u arrestuan mesditën e kësaj të enjteje nga policia e Durrësit pasi u kapën me një sasi të konsiderueshme eksplozivi që synonin ta shisin tek një grup tjetër kriminal. Alfred Gurra, 26 vjeç, dhe Drini Lika, 35 vjeç, u arrestuan gjatë operacionit të koduar qarku i mbyllur. Policia i u sekuestroi atyre në momentin e arrestimit 40 kallëpe eksplozivit C4, 100 kapsol detonator dhe 43 metra fitil zjarr përcjellës. Operacioni u zhvillua në zonën e Kryes, ku edhe personat e arrestuar synonin t'ia shisin lëndën eksplozive një grupi tjetër kriminal. Në momentin e ndalimit, të 2 personat po utonin me 2 automjete të ndryshme, të cilat u bllokuan në cilësinë e provës materiale. Policia tha se po hetohet edhe për persona të tjerë të dyshuar si të përfshirë në këtë linjë të trafikut të lëndëve shpërthyese. Nelgert Patës i vrarë në atentatin e disa ditëve më parë në qytetin e Fierit, policia këtu në Tiranë në banesën e tij tek Myslim Shyri për qëllime hetimore i ka sekuestruar një autovetur të tij tip BMW. Policia e Tiranës ka bllokuar një vetur të blinduar në pronësi të Nelgert Patës, e cila qëndronte e parkuar pranë banesës së tij pranish ekspozitës në kryeqytet. Vetura e markës BMW seria 3, të cilën e shihni në këtë foto të siguruar nga televizioni Klan,
qëndronte e parkuar jo shumë larg shtëpisë së babait të Nelgert Patës, Astrit Pata, pranë rrugës Myslim Shyri. Ky i fundit, pasi kishte vënë re mungesën e mjetit në vendin e parkuar, kishte njoftuar sallën operative të policisë. Ai pretendonte se i kishin vjedhur veturën të cilën e kishte të parkuar prej shumë ditësh në atë vend. Burimet e policisë thanë se automjeti është bllokuar, pasi dyshohej se mund të kishte armë apo sende të kundrelishme. Madje jo shumë larg vendit ku ishte parkuar makina u plagos në atentat Andi Mustafaraj. Ky i fundit njihet si personi i afërt me grupin e Elton Çiçës, i vrarë më 2 maj të këtij viti në kryeqytet. Mirë, kaluan tek ekonomia dhe do të flasim për bankat e nivelit të dytë të cilat kanë shtërnguar kushtet e miratimit të huave të reja për bizneset. Nëse për individët kushtet për dhënien e kredive janë lehtësuar, e kundërta po ndodh me bizneset. Frika nga rritja e huave me probleme ka bërë që bankat të tregohen të ngurta në kërkesat që kanë për miratimin e një financimi. Banka e Shqipërisë ka konstatuar këtë dukuri në raportin e fundit të saj. Për tetorin ndërmarrjet kanë patur rënje të kredisë. Banka Qendrore thotë se shtrëngimi i këtyre kushteve ka qenë si rezultat i rritjes së vërtetimeve që kërkojnë bankat e nivelit të dytë për pronën e lënë kolateral. Janë 35 korporata të mëdha që kanë 65% të totalit të portofolit të kredive të këqija. Kjo i korrespondon një vlere prej 600 milionë eurosh. Në 3 muajt e fundit, bizneset kanë marrë kredi vetëm për likuiditet, ndërsa investimet e reja, të cilat hapin më shumë vende pune, janë në rënje. Afro 3.000 qytetarë të dalë në pension gjatë periudhës 93-96, përveç që do të përfitojnë një pension më të lartë, do të marrin edhe një shtesë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Përveç rritjes së pensioneve me afro 3% që qeveria pritet të bëjë nga viti i ardhshëm për të gjitha kategoritë, rreth 3.000 pensionistë që i përkasin periudhës 93-96 do të marrin pension më të lartë nga janari 2017. Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, shtesa shkon deri në 3.700 lekë të reja në varësi të pensionit që kanë patur në vite. Do thotë që janë punë të kategorive të vështira. Bëhet fjalë për persona të cilët në këtë periudhë që kanë dalë pension kanë pas pensione maksimale dhe për shkak të përqindjeve të ndryshme të indeksimit të pensionit, masa e tyre reale sot rezulton të jetë më e ulët se pensioni maksimal që marrin kolegët e tyre të dalë pas në testasën në pension. Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, së shpejti pritet të hyjë në fuqi edhe vendimi që i hap rrugë zgjidhjes në mënyrë më të shpejtë të procedurave të verifikimit për vjetërsinë në punë të qytetarëve. Për disa çështje nuk do të jetë më nevoja të drejtohen gjykatave, por do marrin zgjidhje përmes komisioneve të ankimit pranë drejtorive rajonale të sigurimeve shoqërore dhe asaj të përgjithshme. Dhjetra të rinj nga të gjitha qytetet e vendit u bën pjesë e konferencës vjetore rinore të mbajtur këtu në kryeqytet. Në 8 dhjetor në kryeqytet do të çelë zyra rajonale rinore. Lajmi u bë i ditur nga Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi gjatë pjesëmarrjes në konferencën vjetore rinore. Është një zyrë në cilën do punojnë 12 rinj dhe disa administratorë, të cilët janë përfaqësues të organizatave rinore nga i gjithë rajoni jonë. Do të jetë një zyrë e cila do të punojë me projekte. Punësimi dhe vullnetarizmi ishin temat e diskutimit mes të rinjve. Përfaqësuesi i Kombëve të Bashkuara e vuri theksin tek papunësia e tyre, gjë për të cilën Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi tha se vjen edhe si pasojë e mungesës së arsimimit të duhur. Brenda 6 muajve rruga që lidh Krabën me autostradën Tiranë-Elbasan do të jetë me standarde bashkëkohore. Bashkia e Tiranës ka nisur rikonstruksionin e këtij segmenti që u shërben mbi 3.000 banorëve. Rruga që lidh autostradën me Krabën me gjetësi 4 km ka nisur të rikonstruktohet nga Bashkia e Tiranës. Punimet kanë nisur prej gati një muaji. Segmenti i njohur me emrin Mushqeta Krab i shërben mbi 3.000 banorëve. Fillim vitit ton dytë, po mbajmë një premtim që e dham një vite pak më përpara për të bërë rrugën e Krabës. Besoj që në kohë rekord, siç po punohet, ne do të mbarojmë përpara fatit ton 6 mujor. Velia i theksoi se krahas punimeve për ndërtimin e kësaj rruge, bashkia do të vijojë që të nxjisë zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë në këtë zonë, ashtu edhe promovimin e aseteve turistike. Nga Tetova ku pati dhe ndalesën e radhës, kreu i PDSH-s Mendu Thaçi premtoi trajtim të barabartë të shqiptarëve me maqedonas.
Partia Demokratike Shqiptare platformën e saj para qytetarëve të Tetovës, ku kreu kësaj partie Mendu Thaçi, edhe njëherë theksoi se elementi më i rëndësishëm i platformës së tyre është ekonomia. Thaçi tha se me Partinë Demokratike Shqiptare në pushtet bursat, pensionet dhe pagat nëpër institucione do të jenë të barabarta me ato të maqedonanësve. Thaçi tha se të shtunën në Tiranë do të takohet me ekipin e presidentit të sapo zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim Thaçi ka cilësuar si identike me atë të VMRO-DPMN-s. Ai gjithashtu shtoi se nëse pushteti vazhdon të jetë në dorë të këtyre dy partive, vendi do të ketë bllokat ekonomike. Unë kam ditën e shtunë në Tiranë takim me stafin drejtues të presidentit Trump, ku do të thuhet hapur se këtu duhet ndodhë ndryshimi. Se këtu duhet bjen mashtrimi. Shmim dhe për çmimi i madh të dolarëve. Faleminderit. Ne bashkërisht do duhet këtë herë me votën tonë të dëshmojmë përfundimisht aleancën që e kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Unionin Evropian. Menjëherë do të flasim për derbin e shumë pritur midis Tiranës dhe Partizanit, i cili është ndërprerë. Shkak është bërë ndërprerja e energjisë elektrike në stadiumin Selman Stërmasi në minutën e 63 të lojës, jeni duke ndjekur pikërisht pamjet kur kanë ikur dritat, dhe rezultati në këtë moment ishte i mbërthyer në shifrat 0-0. Mësohet se shkak është bërë një defekt elektrik në gjithë zonën e Tiranës së Re, ku gjendet dhe stadiumi. Aktualisht skuadrat janë futur në dhomat e zhveshjes. OSHE thot se po punohet për riparimin e defektit. Me rikthimin e energjisë elektrike duhet të pritet edhe 15 minuta të tjera para se të rinis takimi. Një situatë e ngjashme ndodhi edhe një ditë më parë në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër. Për sa i përket të ndeshjes, bardhë blut kanë qenë më të qartë në aksionet e tyre gjatë pjesës parë, ndërsa Partizani ka rritur lojën e tij në pjesën e dytë. Shkojmë në Angli. Arsenali mbeti jashtë kupës ligës e Anglisë pasi është mundur nga Southampton, ndërsa Manchester United vijon më tej garën. Manchester United shkon në gjysmëfinalen e kupës së ligës së Anglisë, ndërsa Arsenal eliminohet. Ekipi i Mourinho's u shfaq ndryshe nga përballja e kampionatit, pak ditë më parë pikërisht me West Ham. Në kupë lojtarët e Manchester u treguan më kërkues, duke arritur një fitore 4-1. Ibrahimovic dhe Martial ishin shënuesit e kësaj sfide për djajt e kuq. Fletcher me golin e tij ndezi më kot shpresat e tifozëve të West Ham për të shkuar më tej. Kundërshtari i radhës për Manchester United do të jetë Hull City. Arsenal u mbet mundësinë për një trofe. Skuadra e Wenger që luante me rezervat u mund 2-0 nga Southampton. Sfida e zhvilluar në Londër u vendos nga golat e Klase dhe Bertrand, të realizuar në pjesën e parë. Southampton do të përballet me Liverpool në turin e ardhshëm. Gjysmëfinalet e Kupës së Anglisë do të zhvillohen në muajin janar. Mirë, do të mbetemi tek futbolli dhe do të njekim së bashku një kuriozitet. Bëhet fjalë për portierin e skuadrës afrikano-jugore Barakos, që në një gol i cili do të mbahet mend gjatë. Musuluke Oskarin dërgoi me anë të një rafeshate, shikojeni, topin në rrjet në minutën e 96 duke barazuar rezultatin. Ky gol ka bërë xhiro në rrjeteve sociale dhe padyshim mund të cilësohet edhe si goli më i bukur për këtë vit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet shqiptare, me mbi 20 milion klikime çdo muaj, në çdo moment. Mësoni gjithçka me tvklan.al, vetëm me një klikim në aparatin tuaj celular smartphone, në aplikacionin TVKlan. Lajmi i ditës në kohë reale ju vjen me anë të një njoftimi automatik. tvklan.al, i pari dhe portali televiziv më i klikuar në Shqipëri. Klan, televizioni shqiptar më i ndjekur. Do të ndjekim tani disa foto nudo, në fakt është një koleksion i cili mendohet se mund t'i takoj Eva Braun, i ish bashkëshortes Adolf Hitlerit. A është kjo Eva Braun, e dashura dhe gruaja e Adolf Hitlerit? Po, kështu përgjigjet një koleksionist austriak
i cili duke folur për gazetën gjermane Bild, thotë se ka studiuar të gjitha fotot e Eva Braun dhe në këto foto nudo është pikërisht ajo. Mendohet se fotot janë shkrepur në gusht të vitit 1943, kohë në të cilën Eva Braun jetonte me të dashurin e saj, Adolf Hitler. Mirë po vërtetësia e fotove nuk provohet nga autori i biografisë së Eva Braun, i cili thotë se në atë kohë Gjermania ishte në zi për shkatrimin e ushtrisë së 6 në Stalingrad, pika edhe kur lufta mori kthes dhe nuk ka se si Eva Braun të ketë pozuar pikërisht në këtë kohë nudo. Këtu kemi përfunduar, zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Natën.